Mirëmbrëma nderuar shikues, jemi sot në emisionin e javës, fillimin të javës ditën e hënë, si zakonisht, siç e kemi bërë traditë këto javët e fundit, jemi me linguistin, studiusin në shuar të gjuhës shqipe, Albert Nikolla, me cilin do të bëjmë një bisedë të radhës për çështje të tjera në lidhje me gjuhën shqipe. Para se të fillojmë emisionin, dëshiroj t'ju kujtoj që t'i bëni subscribe kanalit ton dhe të falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit ton për kontributin që ata kanë dhënë në bashkëpunim me ne, duke u përzgjedhur nga ana jon si kompanit që ofrojnë mallra dhe shërbimet më cilësore në treg. Të gjithë ata që janë të interesuar për të bashkëpunuar me to, mjafton të shikoni numrin e telefonit ose adresën e emailit që ne paraqitim në fund të ekranit gjatë këtij emisioni dhe të hyni në kontakt me ta. Mirë, si që anoncuam në fillim, do të fillojmë emisionin me zotin Albert Nikolla. Zoti Albert, përshëndetje dhe mirë se më ke riardhur në emisionin Okult të ditës së hënë, ku u bë disa javë që ne flasim në lidhje me fuqinë, misteret dhe historinë e gjuhës shqipe. Si e keni kaluar javën, Albert, këtë javë? Si gjithmonë me studime, me libra të rinj mbi gjuhën, mbi historinë, prehistorinë e gjuhës shqipe. Kjo është puna ime e përditshme, do të thënë kërkimi i materialeve të reja dhe për fat mirë tani kam rënë në burime të reja informative. Kohët e fundit ka dalë edhe një libër shumë i rëndësishëm nga Arshivat e Vatikanit, i cili është botuar në një sit kroat, po që është shumë i rëndësishëm për historinë e gjuhës shqipe dhe që vërteton atë vjetërsinë e gjuhës shqipe si gjuhë. Kush është ky libër? Është një libër i Jozef Bedekovicit. Çfarë kohë ka jetuar ky? Ky ka jetuar në shekullin e 18, vitet 1700-1800? Po, 1700-1800 dhe ka botuar një libër i cili është botuar në latinisht mbi historinë e Ilirisë edhe të origjinës së popujve ilirik. Dhe këtu është një nga dokumentet më të rralla të Vatikanit, është botuar nga tipografia Mülleriano në vitin 1752. Titullohet mbi popujt ilirik, Dodanum, Dodona, Iliri, Asheu, Ashileu, Enkeleu, Dardani, Parthi, Mollosi, Thesproti, Lepitët, gjenealogjia e fisëve ilire dhe shpërndarja e tyre. Siç e shikojmë edhe këtu në fiset ilire, përveç Dardanëve, këtyre që kanë jetuar në zonën e Dodonës, se kemi dhe Dodona këtu, futen edhe Akejt. Pra, ky libër hedh poshtë gjithë historinë e bërë në shekullin e 20, sipas të cilit grekët rrjedhin nga Akejt dhe Akejt ishin fise greke. Ndërkohë që këtu dalin gjitha fise ilire, do me thënë edhe bëhet gjenealogjia e origjinës fiseve ilire. Gjithë lufta e Trojës ka qenë, që tregon Homeri, pak a shumë një luftë civile midis fiseve ilire me njëri tjetrin. Po, mes ilirëve, mes atyre që ishin ilir Dodan ose Dardan dhe fiseve pellazke, iliro-pellazke. Dhe jemi në një luftë të brendshme dhe ky dokument është shkruar në momentin që ky kombi i sotëm grek nuk ekzistonte dhe grekët këtu nuk përmenden askund. Albert, me qenë se më the, po azhonohem me këto gjërat e reja. Ore, këtë lajmin e ke dëgjuar ti që ky Putini ka dalë me një preardhje shqiptare ka të EV, çfarë quhet ajo, 13, gjenin e 13. Po, kjo ky është gjën karakteristik ilir apo jo? Karakteristik shqiptar ilir. Në fakt si shpjegon këtë? Shërbimet sekrete ruse e kanë mbajtur shumë të fshehur
kanë qenë shumë të interesuar shërbimet sekrete franceze ta merrnin vesh se çfarë gjeni ka Vladimir Putini, kanë arritur ta marrin vesh nëpërmjet një kushëriri të tij, gjenin, dhe nuk e kanë marrë direkt nga Putini, po nga një kushëri i tij kanë arritur të kapin diku një gjën dhe e kanë analizuar në laboratore dhe është gjeni EV13 që është i gjeni kosovar edhe gjeni shqiptar, tipik shqiptar. Janë dy gjene tipike shqiptare, po EV13 është dominanti. Po si ka mundsi, nga mund të jetë ky nga? Dhe po flitet që gjyshi i Putinit, Spiridon Putini, emri Spiridon është emër tipik shqiptar që përdoret nga zonat e Korçës, ka qenë diku nga zonat e Korçës me origjinë. Patriotim, domethënë i bie. Kështu flitet, domethënë unë nuk jam i sigurt se nuk merrem me këto. Unë kam botuar një monografi, është e vetmja në gjuhën shqipe, kam botuar që në vitin 2009 më duket, të shkruar nga ish ambasadori britanik në Rusi, Peter Traskot, e ka ky është dhe dhëndër rus ky, ka marrë vajzën e një deputeti të Dumës ruse të asaj kohe kur ka qenë në Rusi dhe ka bërë një vëzhgim të Putinit në mënyrë të panshme, do të thoja unë, dhe është përpjekur ta trajtoj me transparencë dhe është i vetmja monografi në gjuhën shqipe për Putinin dhe aty tregohet, me sa e mbaj mend unë, se u bë 18 vjet, gati 17 vjet që e kam redaktuar, në faqet e para tregon origjinën e Putinit dhe aty flet deri ke gjyshit e tij që në kohën pas revolucionit të tetorit kanë qenë guzhinjer, ka qenë gjyshi i Nadjezhda Konstantinovna Krupskaja, grua së Leninit, dhe babai vet ka luftuar në Shën Petersburg, ku Shën Petersburgu ka qenë i rrethuar nga gjermanët për disa vjet dhe tregon se si kanë vuajtur në mënyrë të tmerrshme për ushqime, se si kanë ngrënë lëvoret e pemëve, se si kanë ngrënë gjithë macet dhe qentë që ishin në Shën Petersburg për shkak të urisë të madhe, dhe tregon se si sa po vdiste një njeri, u kthyen në kanibal njerëzit, sa po vdiste një njeri në rrugë nga mungesa e ushqimit, e rëmbenin dhe hanin. Gjërat të tmerrshme kanë ndodhur gjatë rrethimit Stalingradit dhe aty ka qenë dhe babai i Putinit, i cili ka luftuar kundër gjermanëve, ushtrisë gjermane që i kishte rrethuar. Këto mbaj mend unë nga monografia e tij, nuk kam pikasur në një gjë të thotë autori, ndoshta në atë kohë si kanë ditur gjëra. Emri Spiridon është emër tipik shqiptar, që lidhet me emrin shpirt. Do të thënë Spiridon do të thënë jep shpirtin, dikush që është bujar, që është i mirë dhe që jep shpirtin, dhe nuk është një emër rus. Spiridon, do më thënë dhon, me dhon. Dhon, jep shpirtin, spirit dhon. Po shpirt dhon. Shpirt dhon, do të thënë njeri bujar. Dhe është një emër tipik shqiptar, do më thënë, dhe gjyshi Putinit quhej Spiridon. Por nuk duhet çuditemi që në Rusi janë shumë personalitetet mëdha ruse që janë me origjinë shqiptare, për arsye se në momentin që ka hyrë Turqia me rënien e Konstantinopolës, të gjitha mendjet e ndritura shqiptare, përfshi priftërinjtë, diplomatët, aristokratët, kanë ikur drejt Rusisë dhe familjet më të mëdha ruse, dhe ata kanë krijuar Rusinë, dhe familjet më të mëdha ruse kanë qenë me origjinë bizantine, që do të thotë origjinë ilire, shqiptare, dhe kjo nuk është për të çuditur. Për shembull, dhe dallimi mes këtyre, për shembull, nëse shohim për shembull këto poetët e mëdhej apo filozofët e mëdhej rus, nuk e kanë atë Viç, për shembull, ky e ka Putini, nuk e ka Putinović, ose Tolstoj e ka Tolstoj dhe nuk e ka Tolstojević, ose ky Esenini e ka Esenin, nuk e ka Eseninović. Pra, duhet kemi parasysh janë dhe nga racat vendase që kanë lidhje me këta dorët edhe me jonët, dhe janë raca gjenerata e 4 që ju kam thënë unë, si e mendoj unë, kupton, edhe kur u doq Moska të kam thënë
çfarë tha Napoloni, domethënë këta nuk e bëjnë slavët, tha, po e bëjnë këta, si është kjo raca tjetër se s'm kujtoj. Skithët. Ja, tha, këta e bëjnë skithët, ata janë si akrepi, tha, kur ju vjen zjarri, tha, mbytin dhe veten e tyre, tha, me... Po, si që kanë pas edhe shqiptarët, që turqit kanë qenë shumë agresiv, por kur tentonin kapnin femrat shqiptare hidheshin të gjitha në shkëmbi ose kështu, dhe ka pas gati s'ka pas fare femra shqiptare, kur kapej një femër shqiptare çoi direkt te sultani për të bërë fëmijë, sepse ata donin ta merrnin si racë, sepse e konsideronin si racë hyjnore, dhe turqit e kanë pas këtë. Por Di si thon Albert këta autorët turq që kam përkthyer unë një libër me autorët burime turke, Osmane, që ishin këta kronikanët që merrte çdo ushtri kur fillonte luftën, dërgonin e një kronikan që shkruante çfarë ndodhte, dhe këta shkruanin me superlativa për ushtrinë e tyre, po ti lexosh trimat tan, burrat tan, edhe tregon këto luftrat që janë bërë për pushtimin e Beogradit deri në 1930-ën, kështu më fal, 1530-ën me rënien e Aninës, e kam domethënë nga këto burimet Osmane, si Enver Pashazade, ca të tjerë tash që si mbaj mend. Edhe këta thonë kur flitet për luftën në Kurvelesh, si duket, ushtarët tanë thotë unë gjitën atje ku dhe çapojt e pulës thyen, thot, në qoftë se do guxonte të ngjitesh, thot, dhe arritën më në fund, thot, imposhtën këtë racë, thot, kaq të fortë, thot, dhe të panënshtruar, thot, dhe femrat e tyre, thot, nuk pranonin, thot, të binin në dorën, dhe o bënin vetvrasje, thot, me armët e burrave të tyre, thot, ose idheshin nga greminat. Pra i veçon shqiptarët si raca ynë, në ndryshim nga këto racat e tjera të Ballkanit, bullgarët ose rumunët ose hungarezët, dhe i konsideron një racë e fuqishme, e panënshtruar. Kështu i konsiderojnë këta autorët Osman. Mirë, desha të pyesja një çikë, se e shmangëm një çikë të bisedën me gjenën e Putinit. Qarë thotë ky Bedegović, Jozef Bedegović, ma thatë juve, kroati, i cili ka pasur një libër të shkruar. Nuk ka qenë kroat, duhet kemi parasysh që deri në fund të shekullit 19 ka vdekur i fundit person që ka folur gjuhën dalmate. Gjuha dalmate ka qenë gjuha e bregut, e ka folur një pjesë e madhe e popullsisë, ka qenë një gjuhë ilirike, e ngjashme me gjuhën e Ulqinit sotëm, aty afër, dhe gjuha dalmate, spastrimin e fundit të dalmatëve, e ka bërë në vitin 1945 Josip Broz Tito me një urdhër të posaçme, dhe i ka përzënë të gjithë dalmatët, rreth 2 milion dalmat, 1,5 milion, 2 milion dalmat, nuk ka shifra, është bërë një genocid i papar, dhe i ka përzënë gjithë në Itali si italian. Në fakt ato kanë qenë, dalmatët kanë folur një version të gjuhës veneciane, e cila në fakt ka qenë një gjuhë ilire, domethënë që e ka deshifruar shkrimet dalmate, i ka deshifruar Hans Krahe, është ilirologu më i madh i gjitha kohërave, siç e kemi biseduar në misionet e kaluara. Tani, Jozef Bedegović ka qenë në fakt një dalmat, dhe e quan veten dalmat, ka qenë një teolog dhe historian dalmat, i cili ka shkruar historinë pa ndikime politike. Ka qenë i formuar në Vatikan, ka qenë njeri shumë i ditur, dhe ka shkruar mbi popujt e vet ilirik, pra kur Ky ka qenë katolik. Ky ka qenë katolik, dhe vepra e tij është depozituar në Ballkan. Vepra e tij është bërë në Vatikan. Në Vatikan. Po. Vepra e tij në fakt është bërë me kërkesë të Vatikanit, sepse Vatikani ka pasur një periudhë kur rrezikoi shumë nga Turqia dhe filloi të zgjonte me anë të veprave dhe me anë të studimeve posaçme, kërkoi që të zgjonte ndërgjegjen kombëtare të popujve që ishin katolik, por edhe jo katolik, siç ishin edhe këta
ortodoksët ta zgjonte siç bëri edhe në Himar, ta zgjonte duke u treguar atyre historinë e tyre. Domethënë ishte një reagim ndaj ndalimit gjuhës shqipe me ferman nga ana e Turqisë, e Otomanisë, Parlamentit Otoman dhe siç krye edhe në atë kohë kishte shërbime sekrete, kishte punë propagandistike dhe në kuadrin e kësaj pune u nxitën edhe kërkimet mbi Ilirinë dhe për fat të mirë, sidomos gjatë Papa Klementit të madh, papës më të madh të historisë botërore, u shkruan edhe 5 vepra mbi Ilirikumin, të cilat fatkeqësisht nuk janë të botuara në Shqipëri, nuk janë të përkthyera, nuk janë të botuara dhe nuk janë as në Bibliotekën Kombëtare Shqiptare. I ka vetëm Vatikani. Megjithëse i ofron Vatikani, por duke qenë se në Shqipëria është një rrjet agjenturash dhe ka interesa ndryshme, edhe ky libër, domethënë Ilirikumi, Sanctum Illyricum, është i papërkthyer në gjuhën shqipe dhe është në Vatikan, që mund të merret çdo moment. Kush e ka shkruar këtë? Ky është shkruar nga grup autorësh, ka bërë Akademia e Vatikanit. Janë disa volume. Janë 5 volume, 5 volume me nga 1000 faqe, 5000 faqe. Ndërsa unë jam përpjekur të gjej sponsora për ta përkthyer këtë, kam bashkëpunuar dhe me disa businessmen në Kosovë, të cilët e ndjekin këtë çështje dhe janë të interesuar, por nuk ka mundur dot të gjej sponsora që të gjejmë përkthyes edhe ti vendosin, po është një punë kolosale dhe do një çik pagesa të mira kjo punë, po që për këta biznesmenë të mëdhenj që kemi ne nuk janë ndonjë problem i madh. Mirë, po kujt i thuash, këta që e kanë mendjen për para, këta se kanë idenë e shpirtit fare dhe nuk e kanë idenë se ç'është historia, e këta thonë ndodhin luftë, ne marrim lekët e ikim në një vend ku ka paqe. Nuk është na ruhet fare, thonë se vriten shqiptarët e ju ka humbur ndjenja kombëtare. Ndjenja e tyre kombëtare është bërë paraja. Nuk është çështje e ndjenjës kombëtare këtu. Për shembull, ne do të flasim që problemi është mes shqiptarëve. Në qoftë se shohim historinë e doktor Adhamidi Frasari, që ka qenë një biznesmen shumë i madh në Egjipt, ka kontrolluar gjithë tregtinë. Nga familja e këtyre, e Kristof Frashit e këtyre, po, nga familja Adhamidi janë ta. Po, një nga familjet më të ndritura që ka njohur historia e kombit ton, po ta shohim ne, ka qenë Anton Zagoqajubi që e ka denikruar në doktor Adhamudi dhe gjithë popullata nuk ka pasur asnjë lloj ideje që ky njeri që këta e shanin si doktor Adhamudi, në fakt ishte një figura më ndritur kombëtare që ka lobuar në mënyrë të nëndeshme të gjitha marrëveshjet për shpëtimin e Shqipërisë, përfshirë dhe marrëveshjen me presidentin Wilson. Pra, ne duhet kemi para se ka paguar pare, ka shkrirë pasurinë e vet për të ngritur këtë Shqipëri të copë Shqipëri që ngeli. Ka shkruar doli dhe kundër Ismail Qemalit pastaj kur e pa që kishte tradhti, që dha janinën e këto. Megjithëse ishte edhe financuesi i parë i shtetit shqiptar, dha 10.000 franga floriri, i depozitoi që ishin shumë e jashtëzakonshme për kohën, që e hodhin bankën e shtetit shqiptar, edhe këtij njeri i kanë fshirë dhe emrin dhe nuk e përmendin askund. Pra, kjo është politika shqiptare. Sa i takon biznesit shqiptar, pjesa dërmuese, jo pjesa dërmuese, po i pjesë e madhe e biznesmenëve shqiptar janë krijuar në sajt fondeve që ka hedhur bija serbe, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Kanë marrë fonde dhe duke pas marrë fonde, ata kanë krijuar bizneset për të kontrolluar ekonominë shqiptare dhe për të futur mallra serbe në Shqipëri. Janë disa edhe me fondet e buxhetit të shtetit janë majmur me pronën shtetërore.
Po pastaj kanë me anë të korrupsionit e kanë korruptuar duke dhënë parë në dorë, kanë korruptuar shtetin shqiptar, kanë marrë prona të rëndësishme në Shqipëri dhe me sa di sipas gjitha me sa di domethënë ka të gjitha këto veprime të këtyre agjentura FBI amerikane ka arritur të marrë dosje sekrete tek BIA serbe. I ka hyrë në server, i ka marrë dosjet sekrete dhe gjithë këto biznesmen janë të klasifikuar në departamentin e shtetit. Po t'ju thuash në njërit nga këta për shembull Kastrati, ky Zamir Mania, Bashkim Mullaj. Ato nuk e di, dëgjoj. Po t'ju thuash në një gjë kështu, një minutë, Albert, një minutë. Po t'ju thuash këtyre për shembull, që ora është një vepër madhore që quhet Sanctum Illyricum apo Sancrum Illyricum, edhe ka 7 volume dhe tregon gjithë historinë që ne jemi ne shqiptarët e kemi preardhjen nga Iliria, jemi e njëjta racë, Ilirët vinë nga Pellazgët ku tregohen shumë informacione sa banor flisin shqip në këtë territor, si ka qenë ndarja sipas linjave fetare të shqiptarëve dhe tjera, pasuria e tyre, burimet e tyre me se jetonin, kultura e tyre, mënyra si mjekoheshin. Po t'ju thuash këtyre për shembull gjëra të këtilla, që ore jepni ndonjë kontribut të përkthejmë këto, të paguajmë këta përkthyesit, të vënë, të gjejnë librat. Kupton, janë një grup që japin. Këta të shikojnë kështu, thotë, ç'është ky psikopat ton, kupton për mua. Ç'a është ky budalla? Edhe sa ndahen që ikin, e vën llogaritin sa kemi fituar dje. Ç'a do ecë do t'i marrin në varr me vete, se çari duan ato, kanë bërë 1 miliard e 200 mijë bën. Do t'i bëj 1 miliard e 500 milion, po ç'do më në varr do t'i marrësh. Po ç'do më shpërndaje pasurinë montande të tjerët. Dëgjoj, jo të gjithë biznesmenët janë të përfshirë në listë. Joseph Diguardi, që ka udhëhequr lobin shqiptaro-amerikan, është në dieni dhe e ka thënë, e ka shprehur në një moment që udhëheqja shqiptare dhe një pjesë e madhe e biznesit shqiptar është i blerë. Ai nuk ka folur nga goja vet, ai ka folur nga dokumentat që ka marrë nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe arsyeja pse është krijuar SPAK-u është edhe për të eliminuar këtë agjenturë të madhe që e ka mërthyer si një merimang si ekonominë shqiptare si politikën shqiptare. Por ka dhe biznesmen për shembull që janë dashamirës që financojnë dhe për shembull kur unë kam botuar veprën time etimologjia dhe semantika strukturale, ka qenë një biznesmen i cili më ka dhënë parat për të botuar veprën. Dashamirës të vegjël që japin nga 2.000 euro, 3.000 euro, nuk bëhet fjalë për gjithë atë vepër për 2.000 euro, ajo mund të dojë 200.000 euro të botohet ajo vepër. Jo, për veprën time nuk bëhet fjalë për po dhe për 5.000 euro. Shumë të vogël, dhe për 5.000 euro. Ja, se një pjesë e ke pagu veti. Kupton, ai të kanë ndihmuar ja 4.000 euro, 5.000 euro, kështu paguajnë nga 500 euro, 700 euro. Zamir Mane ka filluar për shembull biznesin e vet me minjerat e kromit që ka pas profesionin, ti e di që ai ka qenë kolegu ynë shok shkolle kur kemi qenë Uritha, unë kam nejt vetëm 1 vit Urith. Kur kemi qenë unë kam shok fëmijë, vllai tim ka qenë shok klase me ta dhe dihet Zamir Mane ka ndihmon vetëm këta gazetarët që bëjnë presione, po nuk ndihmon në këtë linjë. Që financon. Ai ka stratis të përgjigje fare po ti shkruash. Ai thot çan këta UFO thot, kupton? Po mirë, sepse ai është i formuar në sistemin e fitimit, por unë i vlerësoj një pjesë të biznesmenëve sepse duke hapur bizneset mëdha ushqejnë me mira familje. Unë kam biseduar me një pronar të një hoteli Sirius, që është një studios ai dhe dashamirës shumë i madh, edhe më ka thënë mua që Alfred ti përkthejmë këto dhe unë jap një kontribut modest, kupton, dhe në qoftë se përkthejnë këto libra në gjuhën shqip, atëherë edhe brenda vendit, edhe jashtë vendit, duke ditur që këtu janë ndriçuar njerëzit me informacionet e vërteta, të gjithë mbyllin gojën dhe nuk ka me, po kur e din që këtu ka ignorancë,
Edhe këta tuajt vazhdojnë bëjnë presione, bëjnë agenda të cilat i propagandojnë dhe njerëzit këtu fillojnë i besojnë, i blejnë disa i mashtrojnë, kupton? Kurse kur ekziston kjo e vërtet e madhe me një gamë të gjerë informacionesh që nuk mund t'jedhësh do të poshtë, që kam mbledhur Vatikani në këto libra nga shumë studius, atëre të gjithë dhe mbyllingojnë se e din që nuk ju zë vend propaganda dhe është e kot të edhim para në këtë vend ku njerëzit janë të ndriquar, kupton? Edhe mbyllet ky cikël. Mi po këtu akademia nuk i bën këto punë. E kanë mendjen ndoj lek që është atje dhe në pleqëri duke vdekur ajo i Vetultraçi të vejt t'i vjedhë. Edhe këta të tjerët duan aty të vegjetojnë, të marrin ato përfitimet, ato rogat, ato dietat e kuediun. Dhe kontributi tyre është shumë i vogël, po thuaj se i papërfillshëm, ose mund të them që është edhe regres kontributi tyre, shpeshherë si në këto librat që kam bërë për etimologjinë, edhe vitet e fundit këta autorët e ndryshëm, burra dhe gra që janë, që ka Topalli, ku e diun çfarë ata të tjerët, ajo si quhet ajo Do t'i kemi parasysh etimologia. Ata kanë pasur të merresh me etimologji dhe me kërkime gjusore ose me kërkime prehistorike, kërkon një talent dhe kërkon një koncept të madh në kokë. Kërkon që çdo gjë ta vësh në dyshim dhe të kërkosh diçka të re. Gjë që asnjë nuk shoh ndonjë person në Akademinë e Shkencave. Ta nuk lexojnë fare më, çka kanë lexuar në rinit deri 30 vjeç lexojnë me tash. Aty janë disa, për shembull, jo të gjithë, Gjoalin Shkurtaj për shembull për dialektet me atë librin që bëri 1200 faqe për të folmet e mbi Shkodrës, ka bëri punë shkëlqyer. Tani po punon edhe për të folmet e Lezhës. Ai është dialektolog dhe po bën punën e tij. Jo të gjithë janë të këqinj, por Mirë, dialektologjia nuk është ndonjë kontribut i madh, është kontribut kulturor. Më kupton, po nuk është kontribut historik. Ne duam edhe gjusor, ne duam edhe kontribut historik që nëpërmjet gjuhës të dalim ke historia. Kush kanë qenë të parë tanë? Çfarë gjuhë kanë folur pellazgët? A ka lidhje shqipja tonë me gjuhën që kanë përdorur ata, me gjuhën e Ilirisë? A ka lidhje shqipja tonë? Duhet të jepen kontribute me etimologji, kupton? Tek huajt tek shkolla perëndimore, duke filluar nga Myniu e duke përfunduar në Los Angeles, nuk është se e vën dyshim që shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Nuk është se e vën në dyshim që shqiptarët janë një ndër popujt më të ndritur që ka njohur historia dhe populli më i vjetër ende gjallë i historisë njerëzore. Edhe me arkeologji, me varet, ju veshjet, ju nxjerr simbolet, çka kanë pasur, çka kanë shqiptarët sot në përveshjet, në për Problemi është ke Akademia Shqiptare, në fakt, aty mungon, për shembull, nuk ka studius nuk ka asnjë gjuhëtar të prehistorisë gjuhës shqipe, nuk ka asnjë specialist ilirolog që merret me studimet e gjuhës ilire dhe të kulteve ilire, nuk ka asnjë studius të epokës bizantine që merret me studime bizantine. Dhe gjithçka bëhet aty bëhen vetëm merren ato rroga, domethënë nuk është se aty vetëm ke lidhja e polifonisë Vaso Toles që ka studiuar. Po Vaso Tole muzikant është, po dhe ai për shembull duhet kemi parasysh që në Francë për shembull për çdo vit të ri, për çdo krishtlindje këndohet ata të Akademisë Franceze mblidhen Akademisë Franceze mblidhen në akademinë e tyre dhe këndojnë një këngë me isopolifoni. Arsyeja që e këndojnë është sepse duke qenë se është një këngë në grup dhe është alternuar, ata thonë që krijon shpirtin e grupit edhe është kurative. Domethënë ka veti isopolifonia ka veti kurative. Po nuk mos prit ti që në Akademinë Shqiptare të Shkencave ketë një studim mbi efektet kurative, si që ka për shembull ajo tingëllima e kambanës,
së kishave që shëron njerëzit nga smundjet Me caktuara. frekuencat e saj. Në frekuencat caktuara, edhe izopolifonia shëron njerëzit dhe shmang konfliktet. Po ta vësh re që pasi këndojnë këngën e tyre, ata grupet polifonike fillojnë të duhen më vonë si vëllezër dhe krijohet një unitet i jashtëzakonshëm. Dhe prandaj toskët për shembull janë shumë të fortë në grup sepse këndojnë izopolifoninë edhe e duan njëri tjetrin, domethënë krijojnë një diçka, një lidhje shpirtërore shumë më të thellë se sa thjesht një komunikim me gojë. Prandaj ne duhet ajo Maja Kres, ajo kënga që këndohet në shqip është një nga gjërat më të bukura që ka kombi shqiptar. Maja Kres ose nga vjen edhe emri Krasniqe, krah dhe një që ve dorën kështu vë krahun edhe dëgjon atë tjetrin që flet nga krahu tjetër. Ata flasin me jehona dhe këto jehona kanë veti kurative. Pra janë gjëra të cilat i vërteton dhe shkenca, po që në Shqipëri nuk janë kujdesur që t'i ruajnë, apo ajo si ka lindur tragjedia. Tragjedia ka lindur nga populli dhe ajo për shembull xhama e burrave që bëhet si në jug, si në veri, në fakt siç u bë dhe xhama që u bë Aleksandrit Madh, xhama e burrave ka lindur komedin, ndërsa kur shkojmë në dasma ne, për shembull gjithmonë në dasma bëhen gjatë kohës dasmait dikush vishet si lepur ose vishet si ujk ose si ulkonje, e kanë aplikuar dhe këtu ka lindur komedia. Pra shqiptarët i kanë ruajtur të gjitha elementet e zanafillës në mënyrën e sjelljes tyre. Sigurisht tani që po shkojmë drejt një kombi modern, po i humbim një nga një. Për shembull me ne këtu që të japim një kontribut sado të vogël. Për shembull e shikon këtë bluzën time sot apo? Po. Po e shikoj veç se ka shumë dritë nga ky pozicioni që këtu do dalë pasaj në video. Këtu është Skënderbeu shkruan liria, në mes është domethënë shkruan Besa, po ta shikosh, është komandant Ademi Ashari, dhe këtu në krah shkruan Gjua dhe është fotoja të madhit Petrozhej, këtu sipër shkruan Shqiptaria, qofse e shikon. Dhe këtë bluzë ma ka dhënë një studius që s'më kujtohet emri, po ishte shumë ja pasurnuar mbas Petrozhejit dhe simbolikës, dhe ma dhanë panairin e librit dhe më tha që do lidhemi një ditë, se jeton të jashtë shtetit, si puna jote, më tha do lidhemi një ditë, tha, dhe do vi, tha, të flas në podcastin tuaj për fuqinë e simboleve në gjuhën shqipe sipas Petrozhejit. Ishte një studius shumë i talentuar dhe më fliste me shumë pasion për gjuhën shqipe dhe më kënaqi kur e dëgjova. Ishte nga Elbasani, ka që arrita të mësonja dhe emrin e tij e kam harruar. Dhe më pëlqevi dhe sa herë që flas diçka për gjuhën, më pëlqen ta mbaj këtu, jo për të treguar ndonjë nacionalizëm, po ka bërë dhe një libër ai, se harrova ta thoja, dhe ma ka bërë dhuratë dhe duhet ta kërkoj aty ke dhuratat që kam mbajtur nga Panairi, që ti mësoj edhe emrin dhe do ta tregoj radhës tjetër, më thonë nga Juria që e kemi, nga regjia më fal. Mirë, po ndonjë libër tjetër në Vatikan, ke dieni që mund të ndodhet përveç kësaj që sapo përmendëm, Sankra Iliria? Përveç librit Sacrum Illyricum, po. Kemi edhe këtë librin e Jozef Bedekovicit, që është një libër shumë i rëndësishëm dhe është voluminos. Sa volum është ky? Ky është shumë voluminos. Për momentin vetëm kam marrë disa fragmente nga ky libër, sepse është një libër në latinisht, është shumë vështirë të përkthehet nga latinisht janë gjuhën në gjuhën shqipe. Është botuar një pjesë e një fragment i këtij libri në shtypin e përditshëm të Gazeta Nacional, ishte të shtunë. Edhe është botuar ajo që është më rëndësishme, pema gjenealogjike e përjavës shqiptarëve që fillon me Noen, edhe përfundon me fiset ilire.
domethënë është prehistoria e gjuhës shqipe. Është vërtet shumë interesante sepse siç ju thash këtu edhe fisi i asheanëve ose i akejve, siç quhet në gjuhën shqipe, klasifikohet si fis i lirë. Domethënë që deklasifikon gjithë ato gënjeshtrat e mëdha që janë bërë në lidhje me Greqinë e Re, origjinën e Greqisë së Re. Por në Vatikan ka edhe libra të tjerë që janë shumë të rëndësishëm, të cilët janë të papublikuar. Unë do të përmend disa, bile ky siti kroat ka publikuar disa libra, janë nuk bëhet fjalë me qindra, janë me mijëra libra mbi lirinë që janë të publikuar, dhe është një sit kroat këtu i cili përveç kësaj ka rreth La Militia Romana, është një libër tjetër që flet për Ilirikumin, është libri i madh i hartave, libri i madh i hartave që gjithashtu e klasifikon, thot për hartën e vjetër të Ilirisë, ku përfshihet e gjithë Greqia. Është një libër tjetër prap shumë i rëndësishëm, Gheorghi Baglivi, Opera Omnia Medico-Praktika et Anatomia, që flet edhe për këto Shëndetin. Për shëndet, jo, për zhvillimin e mjekësisë në Iliri, domethënë, edhe për domethënë për mjekësinë alternative që kanë përdorur Ilirët. Po, është ka autor që janë me origjinë, Johan Andre Pefeli, që është me origjinë ilire. Pra janë libra të panumër të cilët fshihen në bibliotekat e Vatikanit, duke mos harruar edhe atë që quhet kanon, që është kodi romak, po që në të vërtetë në kodin romak është edhe kanuni ynë, edhe është marrë nga ilirët dhe janë 5 volume. I Lek Dukagjinit? I Aleksandrit Madh. Janë 5 volume, është kanuni Lek Dukagjinit rrjedh nga kanuni i Aleksandrit Madh, dhe janë 3 volume të mëdha të kanunit të madh të Lekës, që janë të përkthyera në latinisht, mund të jenë edhe në ilirisht. Nuk ka një vit të ndarë mes latinishtes dhe ilirishtes, sepse një studius francez që është marrë me fjalor thot që në kohët të Romës, thot, një gal, domethënë një francez, një romak dhe një ilir merreshin vesh njëri me tjetrin pa përkthyes. Po duke mos përdorur latinishtën, po duke përdorur gjuhët e tyre. Ajo që quhet Latinea Vulgata, Latinus Vulgata, në fakt është latinishtja popullore, dhe si duket Latinus Vulgata ka qenë një version i ilirishtes, sepse në gjithë Italinë kanë jetuar fiset ilire. Vulgata i thon ungjillit, në mos gaboj unë, domethënë latinishtja me cilën është shkruar ungjill. Jo, Vulgata ka pas edhe latinishte Vulgata edhe ungjill Vulgata. Vulgata ka qenë gjuha që ka përdorur populli, jo kjo gjuha latinishte ka qenë një kodifikim i Vulgatës, i Latines Vulgata, edhe ka qenë krijuar Vulgata, domethënë bulgu. Po, bulku, si themi ne bulk ose bujk i themi ne, e Vulgata ai që punon, ai që është, se për shembull ne themi shpesh herë që emri bullgar vjen nga turqishtja, thon ata. Por emri bulk dhe bulgar, bujkare, janë të Shqipës. Shqiptarët kanë qenë një popull që thon për shembull kur kalonin vaun, e kalonin në kal, edhe shqiptarët duke përdorur emrin kal kanë krijuar folën kaloj, sepse asnjëherë lumin ose asnjëherë
një qaf mali apo diçka tjetër nuk e kanë kaluar me këmbë, kanë kaluar me kal dhe përdorin foljen kaloj, që tregon një origjinë aristokrate. Shqiptarët kanë qenë zotërit e perandorisë romake dhe zotërit e perandorisë bizantine. Kurse këta të tjerët që ne i kemi marrë për të punuar tokën i kanë quajtur bulgar, nga kanë rrjedhur dhe serbët. Këto kanë qenë pakic, këta formonin ato rangjet e ulta të ushtrive dhe gabimi numër 1 që kanë bërë shqiptarët që i humbën territoret e tyre është se këta morën popuj të tjerë të largët për të punuar tokat, për të siç janë edhe Selçukët. Selçukët kanë ardhur si një popull i përzën nga nomad. Jo, Selçukët kanë ardhur në Azinë e Vogël, për shembull, ku jetonin popujt i lirë aty, lidjenjt, pasardhësit e lidjenjve, hititëve, të këtyre frigjanëve që ishin parthëve, pelagonëve që ishin i lirë, edhe kur Xhixhis Khani i përzuri turqit, ishin mongol, po që u bën kundër Xhixhis Khanit, tartarët, dhe ata erdhën u vendosën në Turqi dhe shqiptarët i morën dhe fillimisht i punësuan. Këto krijuan një fshat, pastaj një fshatin e zgjeruan dhe nga ky vulgus ka ardhur gjithë Turqia e sotme, nga vulgusi i këtyre Selçukëve. Pra ka qenë pak a shumë ne kemi marrë, kemi ushqyer, kemi marrë popuj të tjerë në dëmin ton, cilët më vonë bën popuj. Që po ndodh edhe sot me largimin e shqiptarëve dhe me ardhjen e tuajve dhe me dhënien e pasaportave, me krijimin e lehtësimit për të marrë në shtetësinë shqiptare, pra të fitojnë dhe drejtat e qytetarisë, dhe ne që jemi kundër kësaj na quajnë racist. Ne nuk i urrejmë ata, po ne duam shumë veten tonë. Ne themi që këtë vend na e ka falur Zoti ne dhe ne duhet ta mbajmë. Dhe në qoftë se ti e di që unë kam në kandidaturën president, qoftë se unë fitoj më 2027, në qoftë se krijohen rrethanat, është e shkruar pra nga krijuesi që të ndodhë kjo, unë do t'i ndaloj këto gjëra, do vë gjithë fuqinë time ligjore dhe vullnetin tim që këto gjëra t'i ndaloj dhe t'i blokoj për duke kaluar këtë periudhën tranzitive që po kalon bota për të shpëtuar racën shqiptare, që të mos na ndodhin fenomenet të tilla siç ka ndodhur me serbët, bullgarët, me turqit që na hynë dhe na morën gjithë këto territore të pana që kemi pas. Dëgjova para sa kohësh një intervistë të një biznesmeni dhënë në një postkat që mbahet si shumë i rëndësishëm, s'po e themi emrin, edhe ai tha që ne duhet të marrim, tha, emigrant, tha, nga vendet të tjera, Tajlanda, Dëgjova, një idiot, një budalla. Po, edhe përmendi si shembull Spanjën, por ai harroi që Spanja është 65 milion banor dhe të gjithë emigrantët që i merr nuk është se i merr emigrant jo spanjoll. Janë spanjoll të ikur në Amerikën Latine, edhe kur kthehen ata kthehen në vendin e stërgjyshëve të tyre. Unë do isha dakord për shembull që ne të merrnim të gjithë emigrantët nga Amerika Latine që janë me origjinë arbëreshe, ata do të zhvillonin Shqipërinë në mënyrë të paparë, t'i merrnim, t'i binim Shqipëri, t'u jepnim drejta si shqiptarëve, se nga ana e gjakut ato e meritojnë një gjë të tillë dhe kanë ruajtur, për shembull në Rosario në Argjentinë, ata kanë kishën shqiptare dhe kanë ruajtur edhe flamurin ton, po jo vetëm në Rosario, po në gjithë Argjentinën, edhe në Kili ke zona të tëra qytetesh që janë populluar nga emigrantë shqiptar dhe kanë vënë edhe emrin rrugëve Durrësi, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, rruga, domethënë emra shqiptar atyre rrugëve atje. Këto emigrantë që do vinin këtu janë me gjën shqiptar dhe nuk do na cënonin racën tonë, do mësonin gjuhën shqipe dhe ky nuk përbën kërcënim për kombin shqiptar. Por ardhja e një pakistanezi, një tajlandezi apo diku tjetër e cënon kombin shqiptar. Pse? Sepse ne jemi 2 milion tani. Të marrim dhe 2 milion emigrant, domethënë ne ndryshojmë gjithë strukturën e popullsisë, ne bëhemi si grekët. Çfarë janë grekët sot? Çfarë janë grekët sot? Sot janë një përzimje. Sa libra mund të ketë në
Perëndim aty ku ju studioni më shumë, ose edhe në vendet tjera, për shembull, edhe në Stamboll. Ka gjithkund libra për Shqipërinë. Libra për Shqipërinë. Libra Po në në arkivat e Stambollit mund të ketë libra pafund. Nëse nuk i kanë ndjekur turqit, sepse janë vjedhur gjitha arkivat e Shkodrës, janë vjedhur arkivat e Krujës, janë vjedhur arkivat e Durrësit, arkivat e Beratit, arkivat e Athinës që kanë qenë gjithashtu arkiva shqiptare bizantine, dhe të gjitha janë të Selanikut, dhe gjitha janë të... Dhe arkivat e Konstantinopolit, që është kryesorja. Po, gjitha këto arkiva janë pa hapura. Dhe Turqia na dërgon ne, për shembull, kur ne i kërkojmë dokumenta, Turqia i dërgon Shqipërisë dokumentin se si ra kështjella e Krujës, ose se si çfarë tha sultani kur pa kështjellën e Shkodrës. Dokumenta të tillë qesharak, na dërgon ato dokumenta që ne na poshtrojnë. Superioriteti të tyre. Duhet kemi parasysh që Perëndëria Otomane ka qenë një përzierje popujsh, edhe kur i merrte ushtarët jeniçerët, të cilët vinin kryesisht nga Persia, por edhe nga popujt e ndej, u thoshte që kur të bie qyteti ju do të vidhni Florinin e qytetit, do rrini gjithçka. I lindet Plaçkitnin. Po, Plaçkitnin. Edhe duhet ta kesh parasysh që kur luftonin ushtarët e Skënderbeut me ushtarët e jeniçerët e sultanit ose me ushtrinë e sultanit, ushtria ishte droguar. Domethënë shqiptarët ata merrnin opiume, merrnin drogë, dhe shqiptarët kanë luftuar me ushtri të çmendura. E di asnjë popull tjetër nuk mund ta bënte një gjë të tillë me përjashtim të hungarezëve. Vetëm shqiptarët e hungarezët kanë qenë të vetmit që e kanë përballuar për pak kohë ushtrinë e sultanit. Por duhet ta dim edhe çka na ka lanë nga tradita që kanë këta otomanët për t'i droguar para një betejë të vështirë, Kemal Atatürku, i cili u thirr momentin e fundit, kush e ka lexuar historinë, monografinë e Atatürkut, u thirr ditën e fundit, një ditë para betejës, nga ai generali gjerman që monitoronte ushtrinë turke. Dihet që Atatürku ishte kundër planit që kishin bërë, sepse Churchilli po sulmonte në Dardanelle me anije luftarake, dhe këta deshin të dilnin buzdetit që t'i prisnin me llogore. Dhe ranë dakord për këtë plan që e kishte paraqitur Enver Pasha, kurse Qemali sa unë nuk jam dakord me këtë plan, edhe ishte ideur kur e tha, se Qemali pinte shumë, dihet ajo. Tha, unë jam që t'i lem të zbarkojnë, tha, unë jam t'i lem të marrin pjesën fushore të Bregdetit, dhe kur të vinë ke kodrat ku do jemi të fshehur në mbrapa, tha, aty ne do t'ju lëshojemi poshtë, tha, ishin kodrat të buta, do t'ju lëshojemi poshtë, tha, me ushtrinë, dhe aty ata janë të barabartë me ne, tha, në përdorimin e armëve, tha, por ne kemi superioritet se jemi shumicë, tha, dhe ata s'mund të përdorin dot artilerinë, aty u ngelet vetëm një opcion, tha, të luftojnë me ne bajonet me bajonet. Mirë, po që të ndodhte kjo, duhesh një trimëri e madhe. Së pari, turqit kishin nacionalizëm të madh dhe e ndjenin veten të ofenduar që si perandorak 5 shekullor që ishin të vinte një popull tjetër dhe t'i pushtonte me anije. Dhe së dyti, ky ju kërkoi një trana atyre intendentëve, t'ja u bënin ushtarëve, dhe nga një pagure me raki. Edhe ka shkuar vetë kompani më kompani, edhe ju theshte gëzuar pjeni atë rakin të gjithë. Dhe pas 2 orësh filloi lufta trup më trup, ku britanikët u mundën dhe u odhën përsëri në det ata që shpëtuan dhe që mbetën gjallë. Pra këtë traditë e ka ditur Ismail Qemali, i cili përdorte, po edhe gjermanët në luftë e kanë përdorur lloje të ndryshme opjatesh. Pra i përdorin këto popuj të ndryshëm, i kanë përdorur për t'ju hequr arsyen dhe për t'ju rritur atë rezistencë. Jo, turqit kanë pas përdorur drogë të pastër. Do thënë kanë pasur opium të pastër që kanë përdorur gjatë sulmeve të tyre, dhe ushtria turke bëje pa përballueshme nga përdorimi i këtyre drograve të ndryshme. Se ju ishte frikën opiumi. Po,
Dhe imagjino se çfarë lufte kanë bërë shqiptarët, se çfarë strategu ka qenë Skënderbeu që i ka përballuar ushtrit tilla. Por në fund të fundit prap luftën kundër turqëve në vjen një shqiptar i mundi mbreti Polonis i cili ishte me origjinë nga Janina dhe kishte mbiemrin Janina. Kështu që prap se prap shqiptarët e kanë mundur Turqinë prandaj turqit kanë një urrëtie të fshehtë ndaj shqiptarëve, nuk e shprehin tani po na afrohen si vëllezër, si kardash, si i thon muhabetit, na janë ofruar po ta vësh re, domethënë mbas kësaj dashurie ka gjithmonë një hakmarrje për ta shuar definitivisht këtë komb, këtë popull. Po, si mund të veprohet, Albert, që këto libra që ekzistojnë të nxjerrin të vërtetën dhe të botohen me gjuhën shqipe? Nuk është se ka ndonjë zgjidhje momentale tani me këtë qeveri aktuale që kemi dhe me këtë akademi aktuale. Duhet të përzgjidhni disa libra të rëndësishëm dhe t'i vendosin atë. Ne duhet t'i lëm një herë aty në Vatikan, se aty janë sigurta. Jo, t'i përzgjidhni si titull. Nuk na zhduken, por në një moment caktuar kur në Shqipëri të krijohet një akademi e re me prirje perëndimore, duhet krijuar, gjëja e parë që duhet krijuar biblioteka e madhe albanologjike, e cila nëse ndërtohet një pallat 20 katësh me veprat që ekzistojnë mbi shqiptarët dhe Shqipërinë nëpër botë, nuk do të mjaftonte. Kaq shumë mund të jenë, a? Pafund. Vetëm në bibliotekën e Brukselit, nëse hyn dhe kërkon materiale mbi ilirët gjuhën shqipe njëherë ditë, gjen materiale pafund. Për shembull, ka libra të cilët janë të ndaluar nga masoneria, që 200 libra janë për shembull për Napoleon Bonaparte. Koleksion 200 librash. Dhe në intervistën e parë që ka dhënë Napoleon Bonaparte është pohimi i tij që ne jemi shqiptar, pa llogaritur faktin që vllai vet u thot aty arbrezve Italisë, Jozef, u thot që unë këtu thot jam mes vëllezërve të mi, thot se ne kemi origjinë arbreshe. Pra, nuk është e pamundur që vllai Jozef edhe ushtarët që rinin në pallatin Perandorak, ku qëndronte në kohë paqe Napoleoni, thonin që ishin të veshur me këtë veshjen me kostumet popullore shqiptare. Dhe disa thonë që i merrte nga Ali Pasha këta ushtarë. Jo, zakonisht ishin suljotët, stratiotët nga jug merreshin me fustanella. Zakonisht nga veriu nuk i merrnin, nga jugu i merrnin, sepse këta të jugut kishin atë frymën e grupit. Dhe ka një moment kur Napoleon Bonaparte u drejtohet oficerëve të vet, u thot që kur kalojë kompania shqiptare, kur të kalojnë shqiptarët, to stratiotët, në parat, kur të kalojnë aty, mos i shikoni në sy. Edhe oficerët thanë, po pse? Po sepse ata janë raca më krenare në botë dhe raca më luftare në botë. Ata kanë, prandaj mos i shikoni në sy, se edhe mund t'ju vrasin për një shqip. Ju duket si sfidë. U duket si sfidë, domethënë mos i shikoni në sy. Por ajo ka dhe shumë studime të tjera, por gjithsesi duhet të them që për shembull është një nga librat më të mrekullueshëm, më të bukur që mund të ekzistojë, që ka shkruar një huaj shumë dashamirës ndaj kombit shqiptar, Zakaria Manjani, është Fundi i misterit etrusk. Është një fjalor i madh, një fjalor etruskisht, frëngjisht, shqip, i cili është ti edhe po të dush, edhe po të duash ta blesh, edhe po të duash ta marrësh, është gati e pamundur ta marrësh, sepse ai libër është ku gjendet fshihet, e shkatrojnë. Sepse vërteton që ajo që ka thënë vet Zakaria Manjani, po që ka thënë shumë studius tjerë, që ka thënë dhe Bopi, që Europa para se të fliste latinisht dhe greqisht, që ishin dy gjuhë standarde,
të krijuara në mënyrë artificiale nga shqipja, Evropa ka folur shqip. Që thotë edhe ky Zaharia Manjani çfarë është me origjinë, është gjuish apo? Është me origjinë çifute, Çifute? zhvive, si themi ne, hebreje. Po. Është si gjithë hebrejt është shumë dashamirës, si studiuesit hebrej, është shumë dashamirës ndaj gjuhës shqipe edhe ndaj kulturës shqiptare. Ku ka jetuar Zaharia Manjani? Ka qenë profesor. Po, në libri i tij është botuar në në 70-ën, 72-shin. Kur ka ndruar jetë? Më kujtohet mirë, po di që ka qenë profesor i Universitetit Sorbonës, mbahet si një studiuesit më të mëdhenj të gjuhës hebraike, ka rreth 5 vepra të gjuhën hebraike, por duke parë lidhjet e forta që kishte gjuha shqipe me gjuhën hebraike, sidomos në pjesën substratike, në pjesën prehistorike, u interesu për gjuhën shqipe dhe vërtetoi që etruskët në fakt ishin fise ilire. Domethënë është një studius i jashtëzakonshëm edhe nuk është se flet me kështu me pasion. Është i ftohtë si shkencëtar. Po patjetër, ashtu janë shkencëtarët. Nuk është se flet kështu siç bëjnë shpeshherë disa indo-europianistë që flasin, japin shumë teori pa dhënë shembuj. Ai shkruajti librin e vet të parin Etruskët nisin të flasin, që ishte shpjegimi teorik, pastaj botoi fjalorin që etruskët vërtet flasin, se një fjalor i madh që botoi ai është shumë i rëndësishëm. Edhe më e forta është se pjesa dërmuese e personalitetet të mëdha italiane, gjyqtarëve italianë e kanë pranuar, vetëm se është ai nacionalizmi, popullata poshtë, që nëse ti i thua që etruskët kanë qenë shqiptar, kanë qenë ilirë, të vënë me gur, domethënë të zënë me gur si mëkatar i madh, si anti-italian. Pra edhe gjyqtarët e mëdhenj italianë pranojnë, ky është maja e studimeve etruske. Malte Brajn, çfarë mendim ke që i ngre shqiptarët në qell të shtatë? Besoj e ke studiuar. Malte Brun ka qenë vepra e tij nuk është e përkthyer në shqip dhe un kam hasur në fragmentet veprës së tij, siç kam hasur edhe në fragmentet veprës Talocit. Ajo që na është thënë është se na është thënë që francezët kanë qenë anti-shqiptar përgjithsisht, nga studimet që kam hasur un. Studiuesit e mëdhenj, akademikët francez, studiuesit e mëdhenj francez, jo vetëm që nuk kanë qenë anti-shqiptar, por kanë qenë akoma më pro-shqiptar se sa gjermanët, se gjermanët kanë bërë studimet mëdha, po francezët i kanë tejgaluar studimet e gjermanëve, i kanë quar në qiell, dhe Malte Bruni edhe Taloci janë dy autorë që janë të mrekullueshëm, thonë gjëra të mrekullueshme për racën shqiptare dhe për ilirët, edhe për epirotët edhe për shqiptarët e sotëm. Po tani librin. Besoj ai libri i tij është një libër i madh, ai është filozof i madh si puna e gjyqtar erudit i madh si puna e Aristotelit, vetëm se është më i gjerë, më i kompletuar, por vepra e tij është shumë voluminoze. Do duhen spaku 100.000 euro për ta përkthyer. Pjesët që flasin për Shqipërinë ka, më duket, 2 volume, 3 volume që flet për popujt ilirik, për rëndësinë e tyre, flet edhe për popujt galik, edhe për popujt gjermanik, po i mshon asaj idees që ilirët kanë qenë vërtet një popull që kanë krijuar Europën dhe kanë qenë civilizues të mëdhenj të Europës. Atë që erdhi tha Macroni në Tiranë aty kur dekoroi Ismail Kadare. Pak a shumë. Macroni e tha me 3 fjalë. Po. Kjo është. Po libri i Zaharia Manjanit pse është zhdukur, Albert? Nuk e di, ka një zakonisht janë bllokuar librat e Zaharia Manjanit, për shembull këte ruan arkiva franceze, ruajnë disa librari në Belgjikë edhe në vende të ndryshme, por
nuk është se është bërë një libër masiv, nuk është se është shpërndarë në universitete, sepse ti e di që edhe në universitete ka një rrjet caktuar që jep një literaturë e cila është përcaktuar me ligj shtetëror. Pra, edhe në Francë, edhe në Itali, edhe në Gjermani, janë paksa më të lirë, po në këto vendet latine për shembull nuk është se duan ta kalojnë periudhën romake dhe periudha etruskët në fakt nuk janë romakët ata që romakët kanë krijuar civilizacion të madh pjesën e tyre, por ka ekzistuar civilizacione të ndritura dhe më parë i tillë është civilizacioni etrusk, ai që quhet Elini ose Ilini ose civilizacioni i Iliadës. Iliada civilizacioni i yllit, mbreti i yllit ka qenë mbreti i lirëve. Pra ka pas shqiptarët deri në Bizant kanë krijuar civilizacione suksesive. Duke filluar civilizacioni Vinça, që ka me krijimin e akullnajave shpërndau verën në të gjithë Europën, por me fillimin e akullnajave u shpërngul në Sumeri, krijoi civilizimin Sumer, nga civilizimi Sumer rrodhej civilizimi Hitit, më pastaj rrodhen civilizimi egjiptian, civilizimi Akadias, civilizimi grek, civilizimi romak dhe në fund civilizimi bizantin, të gjitha janë civilizime të ilirëve dhe ka pasur civilizime suksesive. Edhe këta civilizimet e sotme, siç janë për shembull civilizimi rus, për shembull Perëndoria ruse që është e sotmja, por edhe civilizimi sotëm amerikan janë rrjedhin nga këto civilizimet më parshme. Pra kemi të bëjmë kombi i lirë, jo kombi i lirë, etnia i lirë ka krijuar gjitha kombet moderne indo-europiane, domethënë ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Tani na japin, na akordojnë gjëra të tilla apo jo, kjo është çështje e politikës, por e vërteta është kjo, nëse futesh në studime të thella prehistorike, akademike, gjen materiale, shqiptarët dalin ilirët dhe pasardhësit e tyre shqiptarët dalin një popull shumë i ndritur. Po, edhe në turqisht është një nga librat më të rëndësishëm që është shkruar dhe Muqamidah nga Ibn Khalduni, dhe është një libër me 1200 faqe, 1300 faqe në material PDF që unë kam shkarkuar, më duket se është bërë një përkthim i shkurtër në Kosovë, me sa më kanë thënë, unë kam qef ta botoj këtë libër. Është një kontribut që jepet, është i rangut të princit të Machiavellit, që tregon me histori, me dinastit, me mbretërit e ndryshëm, se si ata e kanë mbajtur pushtetin, se si e kanë humbur ata, dhe Ibn Khalduni ju jep këshilla sundimtarëve otomanë se si ata duhet të veprojnë, ashtu siç bënte Machiavelli me princin kur mëson princat e Firenzes, se si dhe të Italisë, të qyteteve tjera shtete që ishin atë kohë, se si duhet të sillen që të mos humbasin pushtetin, kur duhet të jenë të përdorin dhuratat dhe lajkat dhe kur duhet të përdorin forcën, kur duhet të përulen sa të kalojnë momente të vështira, se si duhet të ringrihen dhe të tregojnë forcë, fuqi të kombinuar me dinakrinë për të mbajtur sundimin e pushtetit tyre, ose kur duhet sillen si dhel, për kur si ujk dhe kur si luan. Janë libra shumë interesanti që ka dhe në raca jonë. Po është, jam në dijeni bile aktualisht ka edhe studius turk që po pretendojnë tani të duke mbështetur në ato rrënjë, në ato fjalë që turqishtja ka marrë nga shqipja, po mundohen të mushin mendjen në akademive perëndimore që indo-europianishtja rrjedh nga turqishtja. Pra,
ka një financim shumë të madh nga ana e Turqisë i këtyre rrjeteve për falsifikimin e historisë, por ne shqiptarët duhet kemi parasysh, ne jemi shpikësit e teatrit, shpikësit e operas, baletit. Unë do përkthej dhe një libër tjetër, Defeat in Detail, The Ottoman Army in the Balkans, nga viti 1912. Perandoria Otomane nuk ka pas asnjë teatr, i ka shem gjitha teatrot që kanë ekzistuar në kohën bizantine. Shpartallimin detaje, domethënë prishja në detaje dhe ka shpiu teatrot i ka ushtria shkatëruar otomane në vitet 12-13. Jo, ky tregon në detaje këto vilajetet e ndryshme që kishte dhe në vitin 1912, qytetet e ndryshme, sa banor kishte shqiptar, sa grek, sa... Edhe ajo që më çudit, ndoshta ta thash pak dhe e kam thënë diku tjetër këtu, nuk e mbaj mend ku e thash, kam thënë që ajo që më çuditi që vilajeti i Janinës kishte rreth 700.000 shqiptar, nga të cilët 210.000 ishin katolik. Edhe jam çuditur që në Janin kishte aq shumë katolik në vilajetin e Janinës. Dhe mendonja se ishte një vilajet i ndarë mes grekëve dhe shqiptarëve në mënyrë të përafërt, madje dyshoja se mos duke futur një pjesë të ortodoksëve shqiptarë të regjistruar si grek, mendonja se mos ishte bërë ndonjë manipulim dhe dilnin këta që quheshin grek pak më shumë se sa shqiptarët, po në fakt jo, megjithëse kjo mund të kenë ndodhur në atë numrin që paraqiteshin grekët, mund të kishte edhe shumë shqiptar ortodoks të regjistruar si grek, përsëri ata që ishin regjistruar si shqiptar ortodoks dhe ata që ishin si shqiptar katolik i përmbytnin numrat greke, domethënë mund të ishin 1 me 7, 1 me 6, 1 me 7 në vitin 1912 dhe jam çuditur si mundën na e morën Janinën grekët, domethënë një katastrofë, një dështim i madh i politikës turke dhe i politikës Ismail Qemalit, i cili ka një është një histori shumë e trisht, historia e krijimit të shtetit shqiptar. Ne jemi, siç e thonë edhe studimet e shumta, jemi si shtet kemi mundur të mbijetojmë thjesht në sajt ndërhyrjes austriake kryesisht. Austro-Hungarisë, mendimin e Italisë. Po. Italia nuk donte t'i dilnin serbët dhe grekët në detin Adriatik, sepse donte një popull të dobët që nuk e rrezikonte, që të flinte me dritare hapur nga Adriatiku dhe e mbështeti. Por ata që kërkonin të ndalonin valën e ordhive serbe për të zbritur në drejt detit Egje dhe Adriatik, ose të lagesha kemba që ndëronte Pjetri Madh, 2 kembët në ujrat e ngrota të Egjeut dhe Adriatikut, që është e shkruar dhe në vargjet e një himni kombëtar të vjetër që ka pasur carizmi, ishin vargjet e Lermontovit në mos gaboj, dhe ai Lermontovi e paraqit nënën Rusi si një njeri gjigant të shtrirë nga ato lindja e largme, me barkun kufint të Evropës në Ukrajinën e sotme, aty ku po bëhet lufta, dhe me kembët që do t'i lageshin në Adriatik dhe në Egje, në ujrat e ngrota. Edhe fjalorët e shumt që dalin që Shqipja ka uzuar nga slavishtja dhe rrjedh nga slavishtja që i kanë bërë shumë autor gjatë regjimit komunist, që nxjerr komplet jashtë loje shkencërisht Akademinë e Shkencave, është dështimi më i madh, votimi i një artikulli në Science edhe vërtetimi i tezave europiano-perëndimore që shqiptarët janë populli më i vjetër, është dështimi i Akademisë Shkencave të Shqipërisë edhe teorisë gjuhës shqipe si sateliti i gjuhëve slave. Dhe kjo ka qenë pjesa propagandistike e Rusisë për të justifikuar marrjen e territoreve shqiptare dhe lagjen e këmbëve në Adriatik. Pra kemi një politikë të tërë gjenocidale që është aplikuar nga ana e Rusisë që nga koha cariste, por edhe gjatë kohës komuniste. Dhe vazhdon edhe sot, ata vazhdojnë të financojnë, për shembull, Bia Serbe i ka dyfushuar fondet për propagandën dhe kulturën dhe për forcimin e rrjeteve agjenturore në
në Shqipëri nga 45.000 në 90 milion, me sa di, Është problemi i madh që serbët dhe grekët kanë gishtë në të gjitha ngjarjet tona të rëndësishme dhe na lmojnë dhe me ushqime. Edhe Turqia ka investuar në mënyrë shumë të madhe, bëhet fjalë për mbi 150 milion dollar në vit që i hedh në trevat shqiptare për arsye propagandistike, për islamizim, për çështje fetare. Po, për çështje, jo për çështje fetare, kemi të bëjmë me çështje kulturore, kemi të bëjmë me çështje, dëgjoj, islamizimi është faza e parë e deshqiptarizimit. Po. Dhe ata janë fatmirësisht në Shqipëri ka një rini të zgjuar dhe ka njerëz të ditur që i kuptojnë lojrat, por është shumë e rrezikshme. Një Perëndoria Osmane ka qenë perëndoria që nuk ka nxjerr dot asnjë shkrimtar të famshëm, s'ka bërë asnjë opera, asnjë balet. Imagjino ti, u desh të shkonte një Muhamet Ali të bëj mbreti i Egjiptit, që të financonte operën Aida. Ju e dini që opera Aida është financuar nga mbreti i Egjiptit, dhe ky ka qenë një shqiptar. Vëre re tani dallimin mes një sundimtari shqiptar dhe një sundimtari turk. Ai që ndalon gjithçka. Nuk ka këngë, nuk ka opera, nuk ka teatr, nuk ka lojra olimpike, nuk ka vetëm ushtri dhe harreme. Kjo ka qenë perëndoria e ignorancës, perëndoria otomane. Ndërsa nga krahu tjetër imagjino ti perëndoritë europiane. Imagjino Austro-Hungarinë, ku ishte Mozarti dhe bënte muzikë Mozarti, apo imagjino Italinë Vivaldit, apo imagjino Francën e Molierit. Ky ka qenë diferenca mes perëndorive europiane dhe perëndorisë turke. Turqia s'ka prodhuar asgjë kulturore, vetëm shkatrim aty ku ka shkuar, prandaj thoshte populli që ku vë këmbën turku nuk mbin as bari. Edhe për ta ngritur perëndorinë otomane, Turqinë është dashur prap puna e shqiptarëve, sepse himnin e perëndorisë, himnin e Turqisë e ka bërë Mehmet Akif, që ka qenë një shqiptar nga Peja. Fjalorin enciklopedik dhe gjuhën letrare të aktuale turke ka bërë Sami Frashëri, që ka qenë nga Frashërllit. Shtetin turk e ka bërë Kemal Atatürku, i cili ka qenë biri një generali, një ushtari të graduar nga Peja, i cili u martu me një arbëreshe me një arvanite nga Greqia, dhe lindi Kemal Atatürku, i cili babai u vra dhe më pas e mori ky tjetri, i cili e ushqeu mjerku, e ushqeu me frymën e Turqisë dhe u desh po ky shqiptar që ta bënte Turqinë. Aktualisht sot, pavarësisht se ka një diktaturë. Nëna e Atatürkut ka qenë motër me nënën e Venizelosit, mos gaboj, dhe kanë qenë të dyja çamo çipute, domethënë dy motra që kanë pasur. Jo, nuk ka qenë arbëreshe, e ka deklaruar vetë ajo gruaja. Meqense jemi në limit, Albert, po më lajmërojnë nga regjia që duhet ta mbyll bisedën, se biseda tonë s'ka fund asnjëherë. Të falenderoj dhe miru të gjofshim javës tjetër. Faleminderit për ftesën. Para se ta mbyll, edhe një herë dua t'ju kujtoj të gjithë ju që na keni ndjekur deri në fund, mos harroni t'i bëni subscribe podcastit ton në YouTube, në kanal, që t'ju ndjekim ne ju dhe jo ju ne. Tung nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.